gjithë ju që na ndiqni përmjet ekranit. Pas një suksesit pa parë të Big Brother Shkodra 1, ja ku jemi sërish së bashku dhe unë ju uroj mirëseardhjen në Big Brother Shkodra 2. Faleminderit. E di që ju me shumë dashuri kujtoni ato personazhe të edicionit kaluar, por ju keni duar trokitur dhe do vazhdoni të duar trokisni aktorët e shquar të humorit që kanë sjellë ato personazhe aq simpatik, e do vazhdojnë të sjellin të tjerë personazhe që do mbesin gjatë kujtesën tuaj. Një duar trokitje për aktorët e shquar të Shkodrës. Faleminderit. E nëse në edicionin e parë ne kishim vetëm një konkurrent intelektual, këtë herë jemi munduar të bëjmë një përzgjedhje krejt tjetër. Që të gjithë konkurrentët i kemi zgjedhur intelektual të mirë fill. Atëherë pa humbur kohë, le të ndjekim së bashku cili do të jetë konkurrenti i parë që do të hyjë brenda kësaj shtëpie dhe do të bëhet person i njohur, person vit. Dhe këtë do ta ndjekim vetëm nëpërmjet një videoklipi që ne kemi përgatitur dhe këtë do ta shohim bashkë nëpërmjet ekranit. Konkurentja e parë, një duar trokitje dhe ta presim fol. Normal, se me gjitha to tesha që ke marrë me vete. Kja vesh rruga parë. Këtu kam bjenkerit e mija. Pra, këtë tjera. A më pyte diçka më duke? Të thash të lutem prezentoju. Pa. Emni jam i vërtet, në pasaport biometrike, është Zade. Si ishte? Zade. O, Zade, bukur. Ka në mod shumë në atë kohë. E në dashnim thrasin Zadelina. Shumë bukur. Ka shpija mire? Mirë, faleminderit. Ja, ka shpija jote, ja. Ka shpija jote. Te i diçka është krejt në rejtë. Ashtu, e? Dushi këtu punon, e? Jo, nuk punon. Nuk punon? Ka shku në Amerikë me gjithë familje. Pa ja ma i zemër, ja. Ja dushi hidrauliku, pa. Dushi ma i rapatur se në vajtri hendi, dush ma i zemër. Zade, kësaj shtëpie nuk i mungon asgjë, diçka është e mrekullueshme. I mungon vetëm shpirti, cili do të jepni ju banorët. Do ta bëni shtëpinë më të njohur në Shkodër, jo vetëm kaq, por ta bëni shtëpinë më të njohur në botë, në Ballkan, bile edhe në Shqipëri. Po, tjetër me zë në Alban, pa në do të bëhen e vipa, do të bëhen e të njoftën shumë. Keni mu bind në mu qëfar zoje tjetë. Faleminderit. Legja, pa qa kujtoni ju më, se pa jam unë se Rabia, në të Big Brotherin tjetër, zbate tjetër veç. Unë do t'jem vetë vetja, unë do t'jem vetë. Mo femën e morë. Nuk kam pa. Miru pafshim. Turoj suksesin, Zade. Ja pra kjo ishte konkurentja e parë, ne së bashku do të shohim cili do t'jetë konkurrenti i dytë. Edhe këtë mund ta ndjekim vetëm nëpërmjet monitorit.
Faleminderit shumë për ju. A deri ta presim me duar trokitje e konkurentin e dytë. Përshëndetje, këseve. Të lutem prezantoju. Unë jam Romeo. Edhe Julieta. Jo, Julietën do ta krijoj këtu mbrana. Unë jam fermer. Femër. Jo fermer, jo, po fermer. Edhe jam moshkull 400 karaç. Ka marrë këtu me paraqit vlerat e një mashkulli rural. Sa bukur. Turoj suksese mashkulli rural. Faleminderit në Albana, po kja punë të në bëtë. Faleminderit. Ja dhe konkurenti i dytë. Ne së bashku do të shojmë nëpërmjet klipit cili do të jetë konkurenti tjetër që do të vi dhe do të vi brenda kësaj shtëpie. Le ta ndjekim bashkë. Julie. Simpatike konkurentja, një duar trokitje. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you Të nderuar të një shikues dhe ju dëgjues të radios Mirëmbrëma, apo japim lajmet. Wow, çfarë lajmesh do të jepni? Në Albana maj, nuk më njehti mu, as sheloj me kura, po unë jam Gjuli Antena maj. E mbi emri si është? Antena pra, për ndryshe jam spikere lajmesh. Çudi se nuk e kam parë asnjëherë. Pa, ke drejt maj në Albana, ke drejt se unë nuk jam kur life. Unë jam gjithmonë ritransmetim. Sa mirë që ma sqarove. Faleminderit. E di çfarë do të më thush. Faleminderit, mirë se erdhët, hyni brenda, gati klipi 4. Në Albana, unë jam të bë prova me të zonë vendin ty, Miru pafshim në edicionet të tjera, banon? Miru pafshim, më tyni për nga shtëpis. Ja ka përmbushit shtëpia dal nga dal dhe ne sërish do të shohim cili do t'jetë konkurenti tjetër. Dhe këtë ku mund ta shohim? Vetëm nëpërmjet ekranit. Shabet dit për ditë, bona i mishin kanë baktit. Jo, shta jevnana. Gjici. Le të presim me duar trokitje Gjek Kasapi!
po shoh një kliente që nuk ka me marrë mishin. Hyrie, ta kam do kushen. Të lutem prezantoju Gjek Kasap. Jo me unë shem Gjek Kasapi, unë jam Qiqi. Qiq Shuroni. A vash Qiqi mos u emociono, sepse unë kam përgatitur për ty 3 pyetje. 3 pyetje? Ja, a more vesh mi emnin tem. Unë një pyetje edhe të non gjysu. Shumë simpatik konkurent. Ne tani do të ndjekim nëpërmjet klipit cili do të jetë konkurenti i fundit. Duar trokitje për konkurentin e fundit. Të lutem, prezantoju. Unë jam Qëshmani. Vjemri. Qëshmani. Po pse ka gjatë? Po adesht edhe emrin e babës. Edhe kështu e kam aty në derë shpis. Shumë bukur. Po shkurt në vrasim Qyqi. Sa mirë që më sqarove. Qyqi, mund shkosh brenda shtëpis, sepse presin banorët. Okej, ka me shku këte, Gjitha rrugët shkojnë të shtëpia e Big Brother. A, faleminderit shumë. Po jo andej Qyqi këtej. A këte ka me shku? Klikoni për mu, Miru pafshim. Ja pra këta ishin banorët e Big Brother Shkodra 2. Ata po ambientohen me shtëpinë, po ambientohen edhe me njëri tjetri. Ne më pas do të shkojmë atje për të parë se çfarë po ndodh brenda kësaj shtëpie. E ndërkohë unë ju lë ju në tingujt e orkestrës tonë, në drejtimin e Ilir Zogës dhe me zërin e këngëtares Mukades Qanga.
dëgjova me dal jashtë prej nan zgucova qyqja u friksova bani zemra rike take se qume za u bana flake se që zuli si u marake bani zemra rike take se qume za u bana flake se që zuli si u marake Sa e bukur je natyr, ti moj fjollës që qilë ma par. Sa e bukur je natyr, ti moj fjollës që qilë ma par. Shumë kërkova unë me ty, po t'marrer me gzim tanë mal. Shumë kërkova unë me ty, po t'marrer me gzim tanë mal. Qi moj fjollës pra qi në baci, i hapkan gjek pa mërzi. Qi moj fjollës pra qi në baci, i hapkan gjek pa mërzi. Ti me fasha lullën tame, e bajnë tufeve në saksi. Ti me fasha lullën tame, e bajnë tufeve në saksi. Kur të pash mor djal një herë të i kalu. Kur të pash mor djal një herë të i kalu. U Marita e nuk thora se mu premu fjalla, se mu premu fjalla. Hajde aman aman, se mu premu fjalla unë koj. U Marita e nuk thora se mu premu fjalla, se mu premu fjalla. Hajde aman aman, se mu premu fjalla unë koj. Marshallah mër djal si lulja në pranver. Marshallah mër djal si lulja në pranver. Ti vi shoqe, shoqe tue, jesi volle ftue, pra do t'jesh për muhe. Hajde aman aman, kur prej teje s'ka me unga. Ti vi shoqe, shoqe tue, jesi volle ftue, pra do t'jesh për muhe. Hajde aman aman, kur prej teje s'ka me unga. Watashi no inochi to anata no to
me vaj, ta njohim njëri tjetërit. Ti konzojmë njëri tjetërit, kush je, qa je, a je, as je, i ku je, prej ka je, qa bone, qa ktheve, elle. Edhe elle. Qa ke, sa zoj? Pa jemër shëtija. Pa jemër djerë. Kush po feti pori, kush po thën aku. Hajtë se pa pësëm. Ja. Gjo funa me hypa, hajun. Gëmër në hypa. Ne të flashin dur, të flashin. Nësë po him me thuj që është ditën e parë, po të Po ja, jepte. Po thej akullit pa flas puni pari. Hajde këto. Unë jam katunar. Po ka lek vjetë që bëdoj në qytet. Para 9 vjetë jam këthy prap katun. Por, para 8 vjetë jam këthy prap qytet, a para 7 vjetë kam dojë se jem katun. Ne vete, unë jam katunar, këtë në qytet atë në katun për. Qa dënë t'i këto? Katun to, unë du me bo baju, ma se e s'ka e flajnë. Nuk po morën vesh ku jetën ti mas, se s'po dim gjo ku je i përqendrum. A ba me dit, ku voton ti? Me votojnë tira. E kërë mu mirë! Bravo, Klush! Sa mirë ka kërë! Të shkushe! Kush ba bën cop, akun se me thyrë thëvi kërë. A mundem me folën? A duhet me folë veç për vejtje, Ma ti përvedi se na s'kena orë me folë të për kandidimin bëhe. As për ata 3 ligjet. Jo, mërë për i të zëtë, unë shkam veç me folë për tjerë, do shkam me folë veç për vejtje. E kam një numë se djallit. Që mos ma dzovë dita nesër me ishta. Qa ka e ka zërë me folë për veti? Se zote, ashtë e po nërshma. Hajtë ma i mame, se s'ma jena ma të nërshme edhe na. Po qa është ma e rëndësishme më re vlaznit e mi. Po jo nuk një pala vjehrën më re dje. Po a dini se qa është vjehrë? Qa është vjerra? Po vjehra është institucion. Ma i zade, janë shkatru institucione. Po ka pas drejgjel shfishta që ka tha. Se ka unë në mi. Që ka thunë? Që ka tha? Nuk ti me vazhdu mo. Ja, me se di. Ti pitigun. Pitigona vili. Tataloshi gili. La Khadija si fitili. Qatë mas ka gjenë me i rezikëzes. Po ju s'dini qa ka thënë më rëdjem të një. Qa ka thonë? Dhe t'jetë zi ka thënë jetën Big Brother. Ko ka thonë, vaj? Edhe ko ka thënë. Ko? Në Facebook. Në Facebook. Dhe t'ja ngri ka thënë busqeshen bus. Qëpa shoke? Pa ti qa po më shkën në mëndë. Hajde rihe. Pa mu bon aton një fjone. Edhe me fitu unë Big Brother. Që kur të marrë dhe 100 miliona, aja pelset, si kështeja. Që? Zade, unë për vedi jam dakord. Per ty e di se s'ku nërshtanti. Që? Shumë bërë ka shkullë mëmë. Se unë për i këtë punë kam hive fitu t'i këto. Me qa pa më digjojnë me ishtë mu. Ty ta pas ka vu kome me i shushje. Ta man qyqmanet. Qa keni me mumi? Dal vetëm në s'ka nevoj. Edhe kini kujtese, se ne jena familje madhe. E nuk na kanë me lujtë tatra me mu. A mërë dësh, qa këtoni, se qeri kuj me mua? Jo, familje madhe na. Përse si a jeni ka va bëtë në shpija? Po, bami një 47 vetë. Sa? Po, Tonë bashkë? kërë bashkë. Jo. Unë e kam pa një dokumentar në Kosovë, një familje, më më dhe sa vetë.
Po se pas kanë Shkodër 47 vete. Se po që ditës morti, ka një shtëpi në Tiranë më të madhe me 137 vetë që janë bashkë. Që po më njën vesht, Musa. Që kejme, pse po që ditës, a shtëpia madhe atje, na jena mirë këtu, na jena bashkë tonë, duhna fort. Sa mirë shkoj me një tjetëri, sa martona me një tjetëri. Martoheni? Ja ma kjo është degenerim. Po për që Tirana modhe, për Shkodër, po për kështi. I tu mojnë, të azili plesve. Jena një shumë. Shkojnë shumë mirë me një tjetërin. Unë për vetë jam i veti shumë mirë. Bile kam hape dhe një biznes. Kam mori të nga, kanë ndarë, edhe e kam aty, edhe përshoj njerëzit. Shes edhe falur në dilit, edhe mi kërkojnë fort se i dujnë si e hedhi kyt, edhe knaqen. Mirë po, ku për mu që më po zetë. Se më dojnë me ma hejt biznesin që kam. Janë shutë tonë, kanë natë, unë e di se ku është kokra. A s'ka kanal, po kokra marrë. Jo, kokra të kanalit. Kokra të tërgun, se ka konflikt interesi. Që, a flasën të shti? Të nderuar telebanor, mirë mbrëma. Sot ndodhemi në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Në këto momente, sa po dëgjuam historinë e zotit Qyqmani. E me që edhe unë jam konkurente e këtij formati, po jam disa lajme nga jeta ime. O, që na qau bëthën i kja. O, shafmejnë, unë nuk shafme kush. Kur s'ka parë dajme? Pa mirë ma Romi ti kejt drejtë se unë kam 12 vjetë vetëm që i provohem, edhe nuk kam e kush kam provu. E për çudi, të gjithë më japin të njëjtën përgjigje. E mirë jenë, thonë, ka që ja devi kësaj punë, vetë se bërtet pak si fatë. A bërtet që ja bërtet? Por, a dini që amnolli i ditë më rebanorë. Isha vetëm për vetëm zyrë me pronarin e televizionit bardhëzi. Ai të mingulli sytë edhe më tha, përgjigjen do t'a jap pasi t'ham një drekë së bashku. E që i tha shumë se? E që i tha? Nuk më keni njohur fare. Nuk e hangë, e? Jo më. Ime në është të koke nishën. Ja me i Zardelidja. Unë i thash, unë nuk ha dreka, unë ha vetëm darka. Pas ke hangër, pra? U t'hongun. Bof mirë! Bof mirë, Ik për shurran! Se pa më shanë, se pa më thu mu shurrana. Unë jashtë veke me i shurrana kënë. Edhe me hybi. Ka hybi me se s'ka hybi. Për Lena më jamën shumë i përhapur shurrani. Për na kena shurrana dhe nëllësim. Tja kujta se s'ka shurran në Kosovë dhe në Macedonia. Ne në shpëndom, pik. Vese na kena një të mirë, jo si azili plesve. Na nuk martohë në me njëri tjetërin. Se po mu martu në shurranat, na dorin zbit dhica. Qa keme mu, Morti? Qa keshe në familje Banor të vitë dashur. Masi keni treguar historitë tuaja personale, shpresoj që t'jeni të njohur më mirë me njëri tjetrin, edhe besoj se ndini më të çliruar apo jo. Atëherë vllai madhi cakton një detyrë. Unë e di që gjithë ju keni lapshë dhe letër të vete. Mund t'i shoh dhe ku konsiston loja e kësaj jave. Ju do të shkruani një bejt dhe 4 vargje dhe do ta interpretoni pashtu alla shkodranqe, ku do të shani veten, kush e shan veten bukur dhe fort, cili e shan më mirë, do t'i shpëtoj nominimit. Me shovetis. S'ka mire herë me shovetin. A jeni gati? Fillojmë.
Me Shavedin, Me Shavedin. Unë në krys jam fukara, e jam bamu kap me mas. Në asin dashni kam ra, hajde thuj se s'jam I drash. Bukur. As I trash, këtë qitë si qmani, po moj trash është qitë shurrani. Gjyqi, ishte me 6 vargje dhe nuk pranohet, tjetri. Albana, unë për veti kam shumë huqe, e nuk s'kuqem hiq në faqe. Unë jam femen trashaluqe, pra unë jam krejt budalache. Bukur. O në Albana, a kena ba me Shavedin? Po? Po kja po levdan. Reshtat bukur të pothurit, I baj punë të ture vrap, me mu mund është me ramurin, s'ma kalan kërkur si trap. Super. Mine e që ka bonja, që di. Kur në djep mamin për kundi, ti mu bafsh me I bimret nesh. Përse da mi kosh ku mundi, më shkajton jeta Tuesday. Babe, hajde! Bukur zabe. Tjetri. Ndoshta ju dukemi I but. Gjyqi. Orna, Apo fillon? kam filluar. Ndoshta ju dukemi I but, por jam djalë, ti ku prej durve. Kush më shanë mu, ja po shput. S'jam budov, por jam birë furve. Një karakteristik interesante, Gjyqi, edhe unë I falenderoj për kurajnë civile që treguan. E pat në bala I. Te se ka kuptu! Dakor. Banor, vllai madh është shumë I çuditshëm, dëshiroj që ju të vazhdoni edhe me 4 vargje. Por këtë herë nuk do të shani veten, por do të shani atë. Këme, Atë, ke. vllajin e madh. Të mund me zë, jo mërë se shqiptari është hujli. Ta mandën, ta zhur një atëherë, në rrashë kërës. Po sojën Albana? Po, Pa I pana man me buku ma I sojën Albana, po qëfar? më duket se nuk mbesoni. Atëherë ju lutem regjia më nxirrni në linjë vllajin e madh. Shani se kam shumë qef. Ka shë me hiqë. Qëfar zonit me fshni hadorë. Por ju mos u trëmni se vllai I madh ashtu si ka zonin ka dhe zemrën të madhe. Pra, ju duhet shkruani 4 vargje, dhe cili prej jush e shan më bukur, më fort vllajin e madh, do të ketë edhe një çmim, natyrshëm. Dhe ku konsiston ky çmim? Një darkë në restorantin më të mirë qytetit tonë. Në punon në kot! Në Albana, Po? në punon në kot, se po që për dorë, të bahani kja. E hohën Albana, ku ashtë? Në restorantin më të mirë që ka qyteti. Atëherë fillojmë. Apo filloni pari prap? A filloj me ta? Po pra, se jemi shkapti, jo për gjë. Me sa, Me shak. Pas ke kanti, I ma mirë. A morët veshje ju? Pas ke kanti, I pa ftyrë. Bukur. Po të thonë, unë s'mund të ri. S'pas ke pas një gram unyrë, o Big Brother, o faqezi. Shumë bukur! Nuk! Tjetri! Ti, me
motele, nuk po din ku me I qu paret, të shkoj jeta mër motele, bashk me hore, ti dal shfaret. Në famje t'jasht me I zotni, po se mërën t'i e rënum. Burë ma të nuk ka në Shqipni, më e moshku I t'i qëndëru. Isha me regullu këtë punë pak. Zotni Big, me na bo halal, se na kena shumë respekt për zotrin tuaj. E në shajt respektit, po ju komunikoj edhe unë një 4 vargje. Ti e kretë si Dan Juan, e s'ke me t'kuj pa I propozu. Zemrat hek, pa aja staman. Leni tjera te mduj mu. O, servile! Servile! Me ta thonë, unë po du e hek vetin si më të sutin, me në bonen mi shëfu vaj mau në hongër të mutin.